Nabilekaj, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Opozita është duke hedhur tani shumë akuza për procesin zgjedhor të 11 majit, përtej rezultatit. Çështja është tani një nga çështjet, pra është çfarë ishte ky proces zgjedhor, ishte ky një proces që shkoi mirë apo u karakterizua nga shumë probleme. Përpara se të shkojmë tek temat e njohura që janë vota e diasporës apo ajo që ka ndodhur këtu përpara ditës së votimit në vend dhe hetimi i atyre veprimeve, pyetja ime është, do ta nisemi gjë shumë teknike, shumë të pafajshme, këto të dhënat që hedh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen e tij. Përse janë ende të pa kompletuara. Për shembull, nëse shohim pjesëmarrjen në këto zgjedhje, si njeriu do të shikojë shifrat për të kuptuar disa gjëra, për KQZ-n pjesëmarrja është akoma në rreth 800.000 vota, sepse janë të pasqyruara 3.000 ca nga 5.000 ca qendra votimi. Gjithashtu edhe për subjektet politike nuk i kemi të gjitha qendrat e votimit, mungojnë pak qendra të fundit atje. Çfarë do të thotë kjo? Pse nuk i kemi ne të gjitha këto? Çfarë duhet për të raportuar qendrat e votimit? Këto përgjigje duhet japi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që merr automatikisht rezultatet e numërimit dhe i pasqyron, nuk pas ka marrë automatikisht rezultatet e pjesëmarrjes për t'i pasqyruar. Pra pse kemi sot ne një paraqitje automatike të rezultateve të numërimit dhe nuk kemi rezultatet të pjesëmarrjes? Çfarë ndryshimi ka këtu? A është kjo e qëllimshme apo është e paqëllimshme? A është kjo pjesëmarrja që nuk ka dalë akoma, ndërkohë që pjesëmarrja duhet dalë sapo mbyllet votimi, ose të paktën një orë mbrapa, në rastin më të keq, dhe të mos krijojë hapësira për të lejuar mos përputhje shifrash. Si për shembull numri votash më të madh se numri votuesve, me pjesëmarrësve. Dhe fakti që pjesëmarrja nuk ka dalë, nuk është bërë zyrtare, megjithëse ajo është merr të dhënat automatikisht për në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ashtu siç i marrin të dhënat për numërimin e votuesve, për numërimin e partive dhe të kandidatëve, atëherë ka një hije dyshimi pse nuk kanë dalë ato të dhëna. Çfarë është shtym? Dhe kjo mund të lidhet pikërisht me këtë, me faktin që në kutitë e votimit ka më shumë vota se sa është pjesëmarrja. Pse e them këtë? E them sepse ne kemi qenë dëshmitar të disa fletëve të votimit të cilat janë me ngjyra të ndryshme. Në të cilat ende nuk kemi një shpjegim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pse ka fletë votimi me ngjyra të tjera. Kemi parë fletë votimi që mungojnë diku, si ato 500 fletë votimi që mungojnë në jug, dhe nuk i gjejmë diku tjetër, por i gjejmë të shpërndara si fletë votimi që kanë shërbyer në përgjithësi për trenin bullgar në zonat e tjera. Dhe kjo për shkak të mungesës së numrit serisë për fletë të votimit në të cilën qark. Pra, të këto paregullësi të vogla që duket sikur është bie në sy, në fakt krijojnë një mundësi për një paregullësi shumë të madhe, e cila mund të vijë edhe për shkak të mund të zbatohet dhe zgjerohet për shkak të mungesës së përvojës të komisionerëve të tjerë, por që është një strategji manipulimi. Nuk më besoj se të gjitha këto kanë ndodhur pa dashje dhe kanë krijuar një zinxhir i cili krijon një dyshim shumë madh. Pra duket se është pjesë e një strategjie të manipulimit, një pjesë e vogël, sepse ne kemi parë që kemi pasur shumë shkelje këtë radhë. Po, natyrisht, po doja ta nisja nga këto që s'kishin pse tishin. Që humbën seriozitetin për shkak të numrit të madh të shkeljeve, sepse shkelja ka pas çdo zgjedhje, por ka pasur një masë në shkelje, sepse që mos bëheshin qesharake. Kto u bënë qesharake sa humbën fare seriozitetin. Dhe kjo është një nga gjëra, kjo që thotë juve, pjesëmarrja është një nga pikat fillestare të hetimit të këtij procesi. Po, pa edhe për numrin e votave të subjekteve, duhet hapësh webet për të parë shifrat e partive, se të tjera vota i ka më mbrapa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kështu që nëse bazohesh vetëm te kjo e KQZ-s, mbetesh pak i pa rezultate konkrete. Ktu po jemi një javë
pas zgjedhjeve. Pastaj që këto janë paguan para, shumë para. Pra, shumë komentues kanë ngritur edhe këtë çështje, janë paguar gjithë operatën e prap kemi probleme